Dear viewers and listeners to our Media Ngjallia, today we have a special interview with... Të nderuar miq të radios Ngjallia, sot kemi një intervistë të veçantë me Irsin e tij, peshkopin e Bostonit dhe peshkopatës ortodokse shqiptare në Amerikë me Irsin Nikodhimin. Irsia juaj, jemi shumë të lumtur që jeni sërish në Tiranë. Është gjithmonë gëzim të jem pranë jush, Ad Grigor. Përpara një viti kemi qenë këtu në të njëjtin vend, njëkohësisht duke u pikulluar dhe duke u gëzuar. Të pikulluar sigurisht nga humbja e kryepiskopit Anastas, i përjetshëm kujtimi i tij, dhe të gëzuar nga zgjedhja dhe frymëzimi i kryepiskopit Joan, i cili ka qenë një mik për shumë vite i kishës son. Ndaj edhe jemi gjithmonë mirënjohës të jemi këtu me ju si vëllezër. Irsi, tashmë ka kaluar një vit. Si e shihni nga Amerika këtë gjë? Po mënyra se si ka shkuar ecuria e kishës ortodokse. Si e shohim tani? Ju e dini që jeta kishtare ka ulje ngritjet e saj, por pas saj qëndron Perëndia i Madhërisëm. Ndaj dhe ne besojmë se ai na udhëheq. Kudo ku ne vështrojmë sfidat e përditshme, e dim, siç thot Shkrimi i Shenjtë, se fitoria në fund është e tij. A very important theme which is about Shumë faleminderit. Irsia juaj, sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme e cila lidhet me triodin. E kam quajtur këtë intervistë udhëtim i madhërisëm nga Zakeu tek Pashka. Pra, ky do të jetë edhe fokusi ynë, për këtë do të bisedojmë. Dhe dua të filloj me pyetjen e parë menjëherë. Kisha e Shenjtë fillon duke na përgatitur për kreshmën me të dielën e Zakeut dhe më pas na drejton gradualisht drejt periudhës së triodit. Si e përcakton historia e Zakeut drejtimin e udhëtimit shpirtëror dhe cili është kuptimi i thellë i triodit si periudhë përgatitore për kreshmën e madhe? Thank you. It's a good question, and I could speak for a very long time, but I will be a little bit brief. Faleminderit. Kjo është një pyetje shumë e mirë për të cilën mund të flas gjatë, por do mundohem të flas shkurtimisht. Unë mendoj se kisha jonë është gjithmonë shumë mëshiruese, njerëzore. Ajo nuk thot sot fillon kreshma e madhe, por përkundrazi na përgatit hap pas hapi për vetë udhëtimin. Është e rëndësishme që gjithmonë të shohim këtë, se qëllimi nuk është kreshma, qëllimi është Pashka. Ndaj dhe jam shumë i gëzuar veçanërisht për këtë pyetje. Kur isha në Amerikë, po mendoja për historinë e Zakeut në mënyrë që ta predikoja tek besimtarët e mi, po atë të diel. Duke lexuar atë pasazh përsëri dhe përsëri, mendova, ne sigurisht e dim se cila është tema. Pra, e atij që dëshiron të shohë Krishtin, ai i cili u ngjit në pemë. Ne e dim që Krishti e thiri të zbriste poshtë dhe i tha: Zake, kjo është dita jote, do vi në shtëpinë tënde. Por ajo që më bëri përshtypje këtë vit, ndërkohë që përgatitesha t'i flisja njerëzve të mi, është se kur e shikojmë këtë shkrim, madje u ktheva për ta kontrolluar në greqisht për të siguruar që ashtu shkruhej, kur Krishti e thiri Zakeun të zbriste, të gjithë njerëzit filluan të murmuritnin. Jo vetëm të mirët, jo vetëm të këqinjt, jo vetëm ata në turm, jo vetëm apostujt, por të gjithë njerëzit filluan të murmuritnin duke thënë: Pse? Pse shkon dhe ulesh me mëkatarët? Për mua kjo është shumë e rëndësishme, sepse në vend që të shohësh të mirën dhe të keqen në këtë botë, ne e shohim gjithmonë veten si pjesë të këtij grupi që përpiqet të pranojë se Zoti vjen tek ne, se Zoti vjen edhe tek ata që ne mund t'i mendojmë të padenjë. Kjo është çfarë ne kujtojmë veçanërisht nga ky tregim, se Krishti është ai që na thret, dhe ne nuk mund të gjykojmë se kush është i denjë, sidomos për veten tonë, se kush e bën të mundur takimin ton me Zotin. Your Grace, let us focus on the center of... Irsi Nikodhimi, le të fokusohemi në qendër të këtij udhëtimi, pra në zemrën e këtij udhëtimi dhe në zemër të kreshmës së madhe. Pra kemi lutjen e përsëritur, kemi pendimin, kemi dhe lutjen e Shën Efrem Sirianit. Përgjatë kreshmës së madhe, Kisha e Shenjtë na jep armë të fuqishme shpirtërore, sidomos lutjen e Shën Efrem Sirianit, me metanitë e saj dhe me lutjet e saj të thella. Si duhet ta kuptojnë dhe ta jetojnë të krishterët besimtarë këtë lutje? Çfarë na mëson ajo për pendimin, për ulësinë dhe shndërrimin e brendshëm gjatë kohës së shenjtë të kreshmës? Thank you. The prayer of Saint Ephrem is so powerful. Faleminderit. Lutja e Shën Efremit është kaq e fuqishme, por mendoj se ndonjëherë ne besojmë
Ndoshta amerikanët janë më të prirur ndaj kësaj. Ne besojmë se duhet të kuptojmë çdo gjë. Për mua fuqia e lutjes së Shënefremit nuk është vetëm tek fjalët, të cilat sigurisht janë të thella, por qëndron tek aktiviteti që kryen trupi. Kreshma për ne është lutje gjatë gjithë periudhës, jo vetëm në kishë, jo vetëm në jetën tonë private. Pra kjo është arsyeja pse ne kreshmojmë, sepse ne nuk lutemi vetëm me mendjen tonë, jo vetëm me gjuhë, por me të gjithë qenien tonë. Kur ne bëjmë metanit, kjo është po aq e rëndësishme sa vetë fjalët, sepse qoftë kur e dim çfarë po themi, qoftë kur e kuptojmë plotësisht ato që shqiptojmë, me gjithë trupin ton, përkulemi përpara Perëndisë, duke kërkuar mëshirën e Tij dhe duke ju afruar Atij me gjithë trupin e me gjithë qenien ton, që Ai të ketë mëshirë për ne. Ndaj edhe ne themi: Zot dhe mjeshtër jetës sime, mos m'jep frymë përtese, kur e shtije, lavdidashje dhe kotësie. Ndonjëherë këto gjëra janë shumë të thella për t'u arritur nga ne. Ndonjëherë ne nuk dim se si të rrëfehemi, ndaj dhe rrëfehemi duke u përkulur. Dhe i themi këto fjalë sepse ato përfshin pothuajse gjithçka. Përfshin gjykimin që kemi ndaj të tjerëve, përfshin gjykimin që kemi për veten, përfshin krenarin me të cilën veprojmë në këtë botë, sikur të ishim ne të vetmi të rëndësishëm. Dhe ndërsa meditojmë vazhdimisht mbi këto fjalë kaq të pasura, vetë fakti që i shqiptojmë duke u gjinjëzuar, duke vendosur duart në kokë, është një rrëfim. O Perëndi, unë as që i di të gjitha fjalët, as të gjitha mënyrat me të cilat e kam thyer besimin që Ti më ke dhënë. E kam thyer këtë besim me vëllezërit dhe motrat e mia. Këto janë fjalët e përullura që po të afroj. Ki mëshirë për mua, ndërsa gjunjëzohem përpara Teje. Për mua kjo është një nga lutjet më të thella, jo vetëm për shkak të fjalëve, të cilat janë të pasura dhe të bukura, por edhe për shkak të gjestit që na vendos në atë gjendje ku pavarësisht se mendja është në gjendje të ndjek tërësinë e qenies son, me gjithë trupin ton, ne I ofrojmë veten Zotit edhe një herë, duke I ditur se Ai do të jetë I mëshirshëm dhe duke I ditur se në fund të lutjes, kur ngrihemi, është Ai që na ngre lart. Hirsi Nikodimi, atëherë le të vazhdojmë nga java e madhe tek drita e Pashkës. Ndërsa kalojmë nga përpjekjet asketike të kreshmës në shërbesat solemne të javës së madhe dhe më në fund në gëzimin e Pashkës, si duhet ta përjetojnë besimtarët shpirtërisht këtë kalim? Cila është lidhja ndërmjet kryqit, varrit dhe ngjalljes në jetën tonë personale? Ju e dini se etërit e mëdhenj dhe teologët e kishës kanë reflektuar mbi këtë brez pas brezi, dhe ka kaq shumë gjëra që mund të thuhen. Ajo që do t'i thoja vetes, ajo që u a them shpesh njerëzve, është se drita e Krishtit është aty në fund të udhëtimit ton. Drita e Krishtit është aty dhe na jep shpresë ndërsa kalojmë në përvështirësi. Ne ja imponojmë vetes këtë, ndoshta nuk dua ta them kështu, ndoshta nuk është fjala e duhur, por kreshma është një farë mënyre artificiale, në kuptimin që është diçka që nuk jemi të detyruar ta bëjmë. Nuk është diçka që na imponohet nga natyra, por është diçka që ne e marrim mbi vete si besimtar. Sepse në këtë mënyrë na ndihmon të kuptojmë se kemi kaluar përmes këtyre vështirësive dhe se në fund është drita. Në këtë jetë pa kreshëm, ne kalojmë përmes gjërave edhe më të vështira, humbjes, vdekjes, trazirave, zhgënjimit. Të gjitha këto janë gjëra që duhet I përballojmë si njerëz. Dhe ndonjëherë është e lehtë për ne të mendojmë se ky është fundi, se gjithçka mbaron këtu, ose të shohim se ka errësirë rreth nesh dhe ne nuk e shohim dritën. Çdo vit na jepet mundësia të bëjmë diçka të vështirë, por në fund shohim se pavarësisht si ndihemi, nëse kemi arritur apo jo atë që synonim, fundi vjen. Drita shfaqet dhe është aty duke u ngritur. Kryqi, siç thuhet në shkrimet e shenjta, ky kryq, që ishte menduar për shkatërimin dhe dëshpërim, është bërë për ne simbol I fitores, sepse në fund kryqi na ka dhënë Krishtin, I cili ecën përmes errësirave përpara nesh.
I njëjti Krisht që ka zgjedhur të bëhet si ne dhe ka zgjedhur të kalojë edhe përmes vetë vdekjes, që ne të mos ndjehemi kurrë sikur jemi vetëm. Në këtë jetë do të kemi shumë vështirësi, ashtu si çdo qenie njerëzore, dhe në fund të jetës son do të përballemi me vdekjen, sepse ky është kushti I natyrës sonë trupore. Megjithatë, ne kalojmë përmes këtyre gjërave të trazuara jo duke ndjerë se nuk ka fund, por duke e ditur se në fund të jetës sonë është ajo dritë të cilën çdo vit e kremtojmë edhe më thellë. Your Eminence, what are some advices you may give to all the faithful who are listening now, but even for those who are thinking to become an Orthodox? Hirsi, cilat janë disa këshilla që mund të jepni të gjithë besimtarëve të cilët po na dëgjojnë, por edhe për ata të cilët po mendojnë të bëhen ortodoks, të jenë pjesë e kishës së shenjtë. Disa këshilla për periudhën e kreshmës, sepse ndonjëherë njerëzit thonë se nuk e mbajnë dot kreshmën të gjitha ditët, ndërsa disa të tjerë thonë se mund ta mbajnë kreshmën vetëm gjatë javës së madhe. Pra, cilat janë disa këshilla për të gjithë këta persona, për ata që përpiqen dhe kanë vështirësi të mbajnë të gjitha ditët, ata që munden vetëm javën e madhe, pra cilat janë disa nga këto këshilla? Dhe si përfshin dita e Pashkës të gjitha këto sjellje dhe këto qëndrime? Behaviors. I say as much to myself as to anyone else. Unë e them këtë po aq për veten sa dhe për çdo tjetër. Për mua, kreshma e madhe ka të bëjë me dështimin, dhe ndoshta kjo që them tingëllon keq, veçanërisht për amerikanët tingëllon shumë keq. Pse do ta festonim atëre dështimin? Ajo që kemi në kreshmën e madhe është mundësia për të parë se jemi të dobët, për të parë se jemi të paaft, për ta përjetuar kohën kur nuk kemi bërë atë që dëshironim. Ndoshta nuk I kam kryer lutjet e mia, ndoshta nuk e kam mbajtur kreshmën atë ditë, ndoshta kam munguar në shërbes. Ndoshta vjen dhe fundi vetë kreshmës së shenjtë dhe zbulojmë, unë doja këtë, doja të bëja atë. Dështimi nuk është diçka nga e cila duhet të ikim. Ne nuk zgjedhim të dështojmë, por përkundrazi themi se pikërisht në dështim shohim se kush jemi me të vërtetë. Shohim se jemi të dobët, të paaft, dhe kjo mund të na çojë në dëshpërim, ose mund të na çojë drejt dritës së dijes se kemi një Zot të dashur I cili është aty për të na ngritur lart. Ai nuk pret që ne të kemi sukses në gjithçka. Ai pret dhe kërkon nga ne vetëm që të përpiqemi. Prandaj në kreshmën e madhe na jepen këto mënyra të vetë kreshmimit, lutjet dhe shërbesat shtesë, me qëllim që të arrijmë ta njohim veten, si njerëz të vërtet që jetojmë në një botë të vërtet, që jetojmë me shumë thyerje. Thyerjen e shpirtit, thyerjen e trupit, thyerjen e shoqërisë, thyerjen e familjes dhe të marrëdhënieve që të gjithë dëshirojmë. Dhe ne e shohim këtë dhe pajtohemi me të. Themi se papërsosmëria nuk është diçka nga e cila duhet të ikim, as diçka që duhet ta fshehim apo ta zbukurojmë për të dukur ndryshe, vetëm sepse kemi nevojë të ndjehemi të përsosur. Zoti ynë na kërkon të jemi të Tij, sepse përsosmëria është e Tij dhe jo e jona. Ndaj dhe kemi këtë periudhë të shenjtë për të parë veten me ndershmëri, duke qenë gjithmonë të sigurt se dashuria e Tij, pavarësisht se si ndjehemi për veten tonë, është ajo që është e vërtetë dhe ajo që do të na jap gëzimin më të lartë. Your Eminence, after some weeks we will enjoy again the feast and the big celebration of Easter of Pashka. Hirsi Nikodhimi, pas disa javësh do të kremtojmë dhe festën e madhe të Pashkës, por duket sikur Zoti Krisht na jep mundësinë vit pas viti ta përjetojmë, ta shijojmë këtë kohë të veçantë. Si mund të afrohemi me Zotin çdo vit dhe si është e kisha e shenjtë këtë mundësi? I think that one of the ways that I accept for me Mendoj se një nga mënyrat që pranoj për veten time është se çdo vit më jepet një mundësi dhe çdo vit shpresoj të bëj më mirë, por jam I sinqert me veten time. E dini se çfarë ndodhat si prift e tani si peshkop në fund të shërbesave njerëzit gëzohen, që ngjipopiqet dhe ne jemi shumë të lodhur. Por kjo është në rregull sepse edhe në këtë mënyrë ne shprehim sinqeritetin ton. Ajo që bëjmë nuk është artificiale, nuk është vetëm çështje e mendjes. Nuk është thjesht të lexosh librin dhe të këndosh. Mund të festoj, por është jeta e vërtetë e bashkësisë dhe jeta në bashkësi kërkon nga ne që të japim nga vetja, të japim përpjekjen tonë,
të japim mundin ton, të japim kohën ton. Kështu, edhe pse Pashka ndonjëherë është një kohë lodhje e madhe, sërish ajo mbetet një gëzim i madh. Më vjen ndërmend ndonjëherë atletët të cilët në fund të garës janë shumë të lodhur. Ndonjëherë aq të lodhur pasi mbaron maratona, sa të tjerët duhet i mbajnë në këmbë. Kështu ndodh edhe me ne. Ne e mbajmë njëri tjetrin në fund të Pashkës. Dhe mbi të gjitha është Zoti që na mban të gjithëve, gjatë gjithë rrugtimit ton. Your Grace, I thank you so much for your words and for your counsels and for the wonderful explanation of all this period, this special period as we call it. Dear friends of our Media Ngjalja, all you who listen to us. Hirsi Nikodimi, shumë faleminderit për fjalët dhe këshillat tuaja dhe për shpjegimin e mrekullueshëm të kësaj periudhe. Të dashur miq të Medias Ngjalja, të gjithë që na dëgjoni dhe na ndiqni përmes YouTube-it, si dhe në Facebook dhe në website, sot ishim me Hirsin e tij Nikodimin, peshkop i peshkopatës shqiptare në Amerikë. Sot folëm për periudhën e Kreshmës së Madhe, folëm për udhëtimin nga e diela e Zakeut, pra nga Zakeu deri tek Pashka. Shumë faleminderit Hirsi. Faleminderit. Dhe siç e përmenda, ne e mbajmë njëri tjetrin lart. Ju lutuni për ne lutemi për ju. E në këtë mënyrë jemi së bashku.